SPAK-u tek kryeministri në mënyrë direkte? Atëherë, në lidhje me pyetjen e parë, zonja Balluku ka qenë ndër njerëzit më të besuar të Edi Ramës ndër vite, që dikur në Bashkinë e Tiranës, më pas në qeveri, si ministre... Pra s'ka nevojë të thuhet që ka një informacion caktuar, ajo ka gjithë informacionin. Kështu që unë mendoj që në mënyrë të ndërsjell ato kanë të gjithë informacionin që për njëri tjetrin. Sepse pozicione që kanë mbajtur, do apo nuk do, sa do që të përpiqesh të fshihesh, je aty, je i ekspozuar, nuk ke nga të shkosh. Pra, nëse ke firmosur një vendim... Dhe këtu kur vjen puna, më fal të ndërpres, dhe pastaj do ta lë komplet ty gjithë batutën, po. Dhe kur vjen puna tek çfarë dëgjon njeriu, dhe çfarë shef njeriu, dhe çfarë asiston njeriu etj etj. Për shembull, është zëvendës kryeministri Ahmetaj në atë tritin e famshëm në Shkodër, foli dhe kur tregoi për që kryeministri tha që do të bëhet kanabizimi i vendit për 1, 2, 3 arsye. Tani ndoshta jo në mënyrë të perifrazuar kështu, po domethënë, pra njeriu asiston kur është zëvendësi apo bashkëpunëtori i një njeriu dhe them se kanë dëgjuar, e dëgjojnë normalisht gjëra goxha të klasifikuara të rëndësishme. Në këtë aspekt them që po, nëse ka patur mungesë besimi të ndërsjell nga njëri tjetri, patjetër që sipas mendimit tënd ka aktualisht mungesë besimi? Unë nuk mendoj që zonja Balluku është në kushtet për të shantazhuar Edi Ramën. Okej. Unë mendoj kështu, modestisht. Ndoshta gabim, por unë kështu mendoj. Pyetja e dytë është që a do shkoj SPAK-u te Edi Rama, apo Edi Ramën do ta shohim në dyert e SPAK-ut, ta bëjmë si të duash, domethënë. Unë mendoj që direkt apo indirekt të gjitha këto afera Edi Rama i ka ditur, ka pasur informacion, nuk ndodh asgjë rastësisht në këtë vend. Edi Rama di edhe çfarë flitet në çdo emision televiziv, si azbardhin njerëzit cilët i paguan, pra i ka këshilltarët e vet. Edi Rama din edhe kur atje për kurumin... Vërtet ndodh kjo? Po, absolutisht. Po të themi këtë të falë atëherë nga programi jo, që t'ja shkruaj. Ti je i sigurt për këtë. Edhe për një grua që pretendohej që është shtatzan, që ishte prekur nga do të thënë që ishte shtatzan dhe që kishte një urdhër arrest nga prokuroria e Durrësit, që në fakt nuk ishte arrest, ishte arrest në shtëpi, por gjithsesi Edi Rama po ashtu e dinte. Edhe që SPAK-u kishte sekuestruar tenderin e Porto Romanos, ndërkohë që unë e mora vesh 2 ditë pasi në fakt e paralajmëroi vetë Edi Rama dhe aty më pas u vura në lëvizje, sepse tha që SPAK-u po sekuestron edhe tendera të cilat nuk ka përfunduar procedura. Dhe pastaj vura gjithë armatën time në lëvizje për të gjetur që kush ishte tenderi, dhe ishte tenderi për portin e ri në Porto Romano. Kështu që në këtë aspekt Edi Rama që di gjithçka, çuditërisht nuk di që brenda Akshit ka një grup kriminal ku ka patur Paçanakun. Çuditërisht nuk di që Erby Sagasi dyshohet që ka urdhëruar rrëmbim biznesmenësh. Çuditërisht nuk di ka se tenderin për tunelin e Llogaras e kanë marrë. Mund të ketë ditur kryeministri se çfarë kishte regjistruar zoti Agasi? Fakti që unë e kam marrë vesh rrëmbimin e Gerond Meqes 1 muaj përpara se ta godiste SPAK dhe kjo vërtetohet lehtësisht se ka shkresa zyrtare të gazetares Klodiana Lala në adresë të SPAK-ut, ju mendoni që kryeministri nuk e ka ditur? Refuzoj ta besoj. Kështu që po mendoj që Edi Rama si person në dieni apo si person që ndoshta në tim mund të jetë përpara SPAK, ndoshta brenda 2026-s. Fundit fare pyetja për ty Klod, gjithë ky zhvillim në dëshirën e atyre që janë aktor si nga ana e agjensive ligjzbatuese, por edhe njerëzit direkt që si më thënë i përmendet emri, bëhen kërkesa, ka luftrat më dha politike ose jo, do të duan, do të donin në fakt që kjo ngjarje të ngrihej, si ato qelizat kanceroze mundësisht, të ngrihej, të ngrinte, të bëhej, të blokoj. Mund të blokohet një ngjarje e tillë sipas mendimit tënd? Dgjoj, brenda strukturave ligjzbatuese patjetër ka zyrtar të cilët ndoshta nuk e bëjnë ndonjëherë me dëshirë në një çështje, por edhe ju diktohet. Kështu që janë ca rrethana që ndoshta i diktojnë njerëz caktuar brenda institucioneve të caktuara